Muzika e periudhës baroke u son ndryshe për publikun e skenën liceut artistik Jordan Misja, ku tinguit u shndërruan në një histori të gjallë artistike, të interpretuar në violin nga Fabio Markolaj. Në fokus të këtij aktiviteti ishte krijimtaria e Antonio Vivaldit, veçanërisht cikli i njohur Katër Stinet, një vepër që ndërthur në mënyrë unike muzikën me ritme dhe njësitë e natyrës. Programi u pastrua me interpretimin dhe shpjegimin e pedagogës Alba Laxhi, e cila solli për publikun një lexim të thellëzuar dimensionin artistik dhe narrativ të veprës. Çdo vepër e ka historinë e vet. Në momentin kur është shkruajt apo idetë që autori përshtat. Muzika baroke, cilën ne zgjohim edhe sot, Vivaldin, Katër Stinet e Vivaldit, është një nga veprat e para, të cilat mund të quhen vepra përshkruese, që përshkruajnë çdo një lidhje shumë të veçantë me natyrën dhe përshkruajnë në thellësi si natyrën, si jetën e asaj kohe. Pra praktikisht Vivaldi vet e shifte si një piktur lëvizse. Por edhe nëse vetëm e dëgjon, magjia është këtu që arrin ti përkthesh tingujt në ndjesi. Në përjetim emocioneve është ajo që i reziston kohës, kështu që ruhet tradita dhe çohet në një të ardhme ku i shijojnë po njësoj si ne të gjitha këto. Antonio Vivaldi, një kompozitor i periudhës baroke, nuk i ka bërë katër stinë vetëm se janë katër stinë pranvera, vera, vjersa dhe dimri, por çdo stinë që ai ka bërë e ka lidhur me jetën e tij. Solisti bën më të mirën e tij që të gjitha personave t'ja demonstrojë ose t'ja u përcjell muzikën ashtu siç duhet, duke treguar atë gjë që Vivaldi ka dashur të tregojë. Ky lloj prezantimi që ndërthur shpjegimin me interpretimin live po krijoi një lidhje më të afërt mes publikut dhe muzikës klasike, duke kthyer koncertin në një eksperiencë më të plotë të ndjerë artistike.